A e keni menduar ndonjëherë sa jetë gjykohen nga pamja e jashtme, madje përpara se të dëgjohen? Në një mëngjes të zakonshëm në Tiranë, një fëmijë i uritur dhe me ethe kalon dyert e një spitali luksoz. Por ajo që duhej të ishte një thirrje për ndihmë, shndërrohet në një skenë brutale poshtërimi dhe mospërfilljeje. Vetëm se askush nuk e priste që ai burr i thjesht, i ulur në një cep, të ishte në të vërtetë pronari i gjithçkaje. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, duke vazhduar. Mëngjesi në Tiranë zgjohej me ritmin e tij të etshëm të përhershëm. Makina që luftonin për hapësirë nëpër bulevarde, njerëz që vraponin për të kapur takimet, secili i zhytur në universin e vet të ngutjeve dhe shqetësimeve. Në lagjen e bllokut, ku ndërtesat e larta pasqyronin qiellin gri të qytetit, spitali i mbretëresha Geraldine ngrihej si një monument prej xhami dhe çeliku, një simbol i ekselencës mjekësore i rezervuar për ata që mund ta paguanin. Dyert e tij automatike prej xhamit të errët hapeshin dhe mbylleshin në një lëvizje të vazhdueshme, duke pritur ekzekutiv të stresuar, zonja të mbuluara me bishuteri për kontrollet e tyre rutinë, biznesmen në kërkim të operacioneve estetike. Aty, çdo detaj ishte menduar për të transmetuar fuqi, status, ekskluzivitet. Por atë mëngjes të enjte, diçka krejtësisht jashtë skenarit ishte gati të ndodhte. Amela ishte vetëm 5 vjeç, por sytë e saj mbanin një pleqëri që asnjë fëmijë nuk duhet ta njihte. Këmbët e saj të zbathura, të bëra pis nga asfalti dhe pluhuri, shkelen mbi tapetin e butë në hyrje të spitalit me një hezitim që përziente frikën dhe dëshpërimin. Ajo shtrëngonte barkun e saj të vogël me të dyja duart e saj të vogla, fytyra e kontraktuar në një shprehje dhimbjeje që do të thyente çdo zemër. Fustani i saj i vogël roz, që dikur ndoshta kishte qenë i bukur, tani ishte i grisur, i njollosur, shumë i madh për trupin e saj të kequshyr. Flokët e saj gështenjë të ngatëruar i binin mbi supet e holla, dhe faqet e saj, që duhet të ishin të rumbullakta dhe roz, ishin të futura brenda, të zbehta. Ajo mezi qëndronte në këmbë. Çdo hap ishte një betejë kundër dhimbjes që i çirte zorët, kundër etheve që i bënin trupin të dridhej, kundër frikës që i shtrëngonte gjoksin. Por Amela ishte një mbijetuese. Kishte mësuar në muajt e fundit në rrugët e Tiranës se askush nuk do ta ndihmonte nëse ajo nuk kërkonte. Se të qaje vetëm në një rrugicë nuk vlente për asgjë. Se duhej të ishte trime, edhe kur gjithçka brenda saj ulërinte nga tmerri. Kështu që ajo hyri. Kaloi ato dyert xhami që ndanin dy botë krejtësisht të ndryshme. Dhe kontrasti nuk mund të ishte më brutal. Holli i spitalit mbretëresha Geraldine ishte një katedrale e modernitetit me tavan shumë të lartë, lambadar kristali që vareshin si bishuteri të pezulluara, dysheme mermeri italian aq e lustruar sa pasqyronte imazhet si një pasqyrë. Kishte koltuqe lëkure ngjyrë kremi të vendosura në rregullime elegante, vazo me orkide të bardha që parfumosnin ajrin e kondicionuar, një shatërvan në qendër që prodhonte një tingull të butë dhe relaksues. Muret ishin zbukuruar me vepra arti bashkëkohor, piktura abstrakte në tone blu dhe ari që kushtonin më shumë se sa shumë familje do të fitonin në një jetë të tërë. Pas banakut të recepcionit të bërë nga dru fisnik dhe xham, Jona rregullonte flokët e saj biond të krejur në mënyrë të përsosur dhe kontrollonte thonjtë e saj të lyer me një të kuqe perfekte. Ajo ishte 28 vjeç dhe e kishte marrë atë punë vetëm 3 javë më parë. Për të punonte në mbretëresha Geraldine ishte realizimi i një ëndre, por ta hyrse për në botën ku gjithmonë kishte dëshiruar të bënte pjesë. Ajo vinte nga një familje e shtresës së mesme të ulët nga La Praca, por kishte turp për këtë, fshihte origjinën e saj sikur të ishte një sëmundje ngjitse. Kishte shpikur një histori se kishte studiuar në një shkollë private, se kishte udhëtuar jashtë vendit, se njihte njerëz të rëndësishëm. Të gjitha gënjeshtra, por gënjeshtra që ajo i përsëriste me aq bindje sa pothuajse u besonte edhe vetë. Jona vëzhgonte çdo person që hynte në atë hol me sy kritik, duke i klasifikuar, duke i gjykuar, duke ndarë arapin nga sheqeri. Ajo e kishte kuptuar shpejt se si funksiononin gjërat aty. Nuk mjaftonte të ishe efikase, duhej të ishe selektive. Pacientët e duhur meritonin buzëqeshje të gjera, vëmendje të dedikuar, shpejtësi në procese. Pacientët e gabuar, ata dekurajoheshin me burokraci, ftohtësi, vonesa të qëllimshme. Askush nuk ja kishte thënë këtë në mënyrë eksplicite, por ishte nën rreshta në çdo bisedë me mbikëqyrësen e saj, në mënyrën se si vepronin rojet e sigurisë, në mënyrën se si drejtori administrativ rrudhte hundën kur dikush i veshur keq i afrohej banakut.
kështu, kur Jona ngriti sytë dhe pa Amelën, reagimi i saj ishte i menjëhershëm dhe visceral. Krup. E ndjekur nga paniku. Një fëmijë rruge, i pisët, zbathur, qartësisht i sëmur, po kalonte hallin e spitalit më elegant të zonës. Kjo nuk mund të ndodhte. Kjo do të njolloste imazhin e vendit. Kjo do të largonte klientët e vërtetë. Amela ju afrua banakut duke u lëkundur, çdo hap një përpjekje mbinjerëzore. Ajo ngriti sytë e saj të vegjël drejt Jonës, sy të errët që shkëlqenin nga lotët e dhimbjes dhe lutjes. Të lutem, barku po më dhem shumë, arriti të thoshte, zëri i doli si një fill i dobët. Mund të therrasësh një mjek? Po më dhem shumë. Jona u ngrit nga karrigia sikur ta kishte zënë rryma. Fytyra e saj, e grimuar me kujdes, u shtrembërua në një shprehje neverie të fshehur keq. Ajo shikoi përreth, duke kontrolluar nëse ndonjë klient i rëndësishëm po e shihte atë skenë, nëse dikush nga drejtoria ishte afër. Për fat, holli ishte relativisht bosh në atë moment. Ti nuk mund të rish këtu, tha Jona, zëri i doli më i lartë dhe më i ashpër se sa kishte ndërmend. Ky është një spital privat. Duhet të largohesh tani. Amela puliti syt, e hutuar, dhimbja ja erësonte kuptimin. Por po më dhemb, përsëriti ajo, duke shtrënguar më shumë barkun. Të lutem, vetëm një mjek të më shikoj pak. Jona anashkaloi banakun, takat e saj të larta kumbonin në mermer me klikime të thata dhe autoritare. Ajo ju afrua Amelës, duke mbajtur një distancë të sigurt, sikur fëmia mund ta infektonte me diçka. Dëgjo këtu, tha ajo, duke ulur zërin por duke ruajtur tonin therrës. Këtu hyn vetëm njerëz me klas, kupton? Njerëz me sigurime, me para për të paguar. Ti je një lypse. Shko në spitalin shtetëror, atje po, është vendi yt. Këtu nuk hyn, nuk do të trajtohesh, dhe po na bën pis dyshemen. Fjalët ranë mbi Amelën sigur. Ajo ishte e vogël, ishte e brisht, po vdiste nga dhimbja, por nuk ishte budallaqe. E kuptonte fare mirë se çfarë po ndodhte. Po e përzinin. Po e quanin të pisë. Po e trajtonin si ple. Lotët që tashmë ja kishin mbushur syt, u derdhen, duke rrjedhur në përfaqet e saj të holla. Por unë jam sëmur, u përpoq edhe një herë, zëri ju thye në dënesa. Kam shumë frikë. Jona tashmë e kishte humbur durimin. Bëri një gjest të vrazhdë me dorë, sikur po përzinte një kafshë. Largohu që këtu tani, para se të thëras sigurin. Dhe nëse nuk largohesh me të mirë, do të dalësh e tërhequr zvarr. Po më kupton? Në anën tjetër të hollit, në një koltuk të vendosur strategjikisht për të pasur pamje të gjithë ambientit pa u vënë re, një burr rreth të 50-tave vëzhgonte skenën me vëmendje në rritje. Artan Berisha ishte veshur thjesht, pothuajse varfërisht për standardet e atij vendi, me xhinse të zbardhura, një këmishë pambuku të thjeshtë dhe atlete të vjetra. Mjekra e tij ishte e paruar prej disa ditësh, flokët gri pak të shpupuritur. Askush aty nuk e kishte idenë se kush ishte ai në të vërtetë. Dhe pikërisht kështu donte Artani. Ai ishte themeluesi dhe aksioneri kryesor i grupit Berisha Shëndet, një perandori që përfshinte spitalin Mbretëresha Geraldin dhe 12 njësi të tjera të shpërndara nëpër Shqipëri. Pasuria e tij vlerësohej në miliarda euro, e ndërtuar gjatë 3 dekadave pune të palodhur dhe vendimesh të sakta në tregun e shëndetësisë private. Por Artani nuk ishte si miliarderët e tjerë që shfaqnin pasuritë e tyre. Ishte i matur, pothuajse i izoluar. Dhe kishte një zakon të veçantë që e praktikonte prej vitesh, bënte vizita anonime në njësitë e tij spitalore për të vëzhguar se si funksiononin gjërat në të vërtetë kur askush nuk e dinte se pronari ishte i pranishëm. Në ato vizita, ai shihte të vërtetën la kuriq. Shihte se si punonjësit i trajtonin pacientët kur mendonin se nuk kishte pasoja. Shihte nëse vlerat që ai përpiqej të implementonte po ndiqeshin vërtet. Shihte humanizmin ose mungesën e tij në korridoret e spitaleve të tij. Dhe në atë moment, ajo që po shihte i shkaktonte një ndjenjë të fortë zemërimi dhe zhgënjimi në stomak. Artani vëzhgoi ndërsa Jona vazhdonte ta poshtëronte fëmijën. Vëzhgoi ndërsa Amela përpiqej të qëndronte në këmbë, por gjunjët i dridheshin. Vëzhgoi ndërsa recepcionistja bëri një gjest padurimi drejt rojeve të sigurisë që ishin të pozicionuar pranë hyrjes. 2 burra me uniform u afruan. Njëri ishte i ri, nuk duhet të ishte më shumë se 25 vjeç, me fytyrë këndore, një vështrim të ashpër të dikujt që donte të tregonte veten dhe të fitonte pikë me mbikëqyrjen.
Tjetri ishte më i vjetër, rreth të 50-tave, me fije floku gri në tëmtha dhe një shprehje të lodhur të dikujt që kishte parë shumë në jetë. Ai kishte nipër e mbesa, 2 djem dhe një vajzë, dhe më e vogla ishte pikërisht 5 vjeç, e njëjta moshë me atë fëmijë që tani po trajtohej si një pushtuese. Recepcionistja dëshiron që ta largoni këtë fëmijë nga spitali, tha roja më i ri, i quajtur Besnik, me një ton autoriteti të tepruar. Ajo nuk mund të qëndrojë këtu. Roja më i vjetër, zoti Pjetër, hezitoi. Ai shikoi Amelën, pa fytyrën e zbet, buzët e madhjosura, mënyrën se si ajo përkulej mbi vete nga dhimbja. Diçka brenda tij i thoshte se kjo ishte gabim, shumë gabim. Zonjush, filloi Pjetri, duke ju drejtuar Jonës, por fëmia është vërtet sëmur. A nuk do të ishte më mirë të thërrisnim një mjek vetëm për t'i hedhur një sy? Jona e shigjetoi me sy. Nuk kërkova mendim, dhash një urdhër. Largojeni që këtu. Tani. Besniku nuk priti më. Kapi krahun e Amelës me forcë të panevojshme dhe filloi ta tërhiqte drejt derës. Vajza bërtiti nga dhimbja, u përpoq të mbërthente këmbët në 2 sheme, por këmbët e saj të holla nuk kishin asnjë forcë. Ndal, po më lëndon, qante Amela. Të lutem, dua vetëm një mjek të më shikoj. Pjetri u afrua gjithashtu, por ndryshe nga Besniku, ai u përpoq të ishte më i butë, duke e mbajtur fëmijën nga krahu tjetër me kujdes. Eja, vogëlushe, të dalim, u përpoq të thoshte me një zë më të butë, por sytë e tij ishin plot turp. Në atë moment, ndërsa po tërhiqej zvarr nga 2 rojet e sigurisë, ndërsa njerëzit në hol kthenin fytyrat me indiferencë ose siklet, ndërsa Jona vëzhgonte e kënaqur duke menduar se e kishte zgjidhur problemin, trupi i Amelës më në fund u dorëzua. Dhimbja ishte tepër e padurueshme. Ethet, tepër të larta. Trupi i vogël dhe i kequshqyer, tepër i dobët. Sytë e saj të vegjël u përmbysën, këmbët humbën çdo forcë dhe ajo humbi ndjenjat pikërisht aty, në mes të hollit të mermert, në krahët e rojeve të sigurisë që po e përzinin. Ishte sikur koha të ndalonte. Pjetri ndjeu peshën e vdekur të fëmijës në krahët e tij dhe paniku e pushtoi. O Zot, i ra të fikët, bërtiti ai. Dikush të thëras një mjek. Besniku gjithashtu u paralizua, duke mbajtur krahun e vogël të Amelës që varej pa jetë. Jona u zbeh pas banakut, kënaqësia e sekondave më parë u shndërrua në frikë nga pasojat. Dhe pikërisht në këtë moment Artan Berisha u ngrit nga koltuku. Ai kaloi hollin me hapa të vendosur por të heshtur, një autoritet natyral që buronte nga çdo lëvizje. Nuk vrapoi, nuk bërtiti, por kishte diçka në praninë e tij që i bënte njerëzit të largoheshin instinktivisht, duke i hapur rrugë. Kur arriti aty ku ishin rojet e sigurisë, Artani zgjati krahët. Ma jepni fëmijën, tha ai, me një ton që nuk ishte një kërkesë, ishte një urdhër. Pjetri, pa e kuptuar plotësisht se kush ishte ai burr, por duke ndjerë se duhet i bindej, ja dorëzoi Amelën me kujdes. Artani e mori në krah dhe trupi i vogël dhe i nxehtë nga ethet dukej se peshonte tonelata në krahët e tij. Jo për peshën fizike, por për peshën emocionale që mbarte ai moment. Sepse Artani e kishte mbajtur një fëmijë kështu më parë. 17 vjet më parë, ai kishte mbajtur vajzën e tij, Besën, në krah, duke vrapuar nëpër korridoret e një spitali, duke u lutur që dikush ta shpëtonte. Besa ishte vetëm 4 vjeç kur u prek nga një meningjit fulminan. Artani kishte të gjitha paratë e botës, por nuk i vleti për asgjë. Mjekët bën ç'të mundnin, por ishte tepër vonë. Ai e mbajti vajzën në krah ndërsa ajo u largua dhe ajo dhimbje kur nuk kishte kaluar plotësisht. Prandaj ai kishte ndërtuar spitale. Prandaj kishte investuar pasuri të tëra në pajisje të teknologjisë së fundit. Prandaj besonte se shëndetësia cilësore mund të shpëtonte jetë. Por tani, duke mbajtur Amelën pa ndjenja në krah, në hollin e spitalit të tij, ai kuptoi një të vërtet shkatëruese. Nuk vlente për asgjë pajisja më e mirë në botë nëse në derën e hyrjes një fëmijë trajtohej si ple. Artani filloi të ecte drejt ashensorëve që çonin në urgjencë. Zotëri, prisni, Jona gjeti zërin, duke vrapuar pas tij. Zotëri, nuk mund të hyni kështu, duhet të bëni regjistrimin, duhet të paraqisni dokumente, duhet të garantoni pagesën. Artani as nuk shikoi prapa. Vazhdoi të ecte. Zotëri, këmbënguli Jona, tani me një zë të qerë. Do të më duhet të thëras sigurin. Mund ta thërasësh, u përgjigj Artani, pa ndaluar. Dhe thirre edhe drejtorin administrativ. Dua të flas me të.
Besniku bllokoi rrugën e Artanit duke u vendosur para tij me një qëndrim agresiv. Zotëri, duhet të ndaloni tani. Nuk mund të hyni në urgjencë pa autorizim. Artani më në fund ndaloi dhe e shikoi drejt e në sy djaloshin. Kishte diçka në atë vështrim, një intensitet, një vendosmëri absolute që e bëri besnikun të lëkundej. Hiq mu nga rruga, tha Artani, zëri I ulët por I ngarkuar me një autoritet që vinte nga shumë më thellë se çdo post apo funksion. Ky fëmijë po vdes dhe do të marr trajtim mjekësor tani. Nëse përpiqesh të më ndalosh përsëri, të garantoj se do të pendohesh për gjithë jetën tënde. Besniku ndjeu një të ftohtë në shpinë. Kishte diçka te ai burr me rroba të thjeshta që e friksonte vërtet. Ai bëri një hap më njan. Artani hyri në ashensor. Dyert u mbyllën duke lënë pas një hol në gjendje shoku absolut. Atje lart, në katin e tretë ku ndodhej urgjenca, gjërat ishin gati të bëheshin edhe më të komplikuara. Sepse sistemi që e kishte refuzuar Amelën në derë nuk do ta pranonte thjesht që ajo të hynte nga dritarja. Dhe Artan Berisha sapo kishte filluar të zbulonte se sa e kalbur ishte kultura e spitalit që mbante emrin e tij. Kur dyert e ashensorit u hapën në katin e tretë, Artani u përball me një korridor të bardhë dhe aseptik, të ndriçuar nga drita LED që I jepnin ambientit një qartësi pothuajse kirurgjikale. Era e dezinfektantit mbushte ajrin. Infermiere kalonin me nxitim me dosje, mjek bisedonin me zë të ulët pranë postit të infermierisë dhe tingulli I vazhdueshëm I monitorëve kardiak krijonte një kolonë zanore me bipe ritmike. Artani vazhdoi përpara, me Amelën ende pa ndjenja në krah. Ethet e vajzës ia bënin lëkurën të nxehtë si prush kundër gjoksit të tij. Ai mund të ndjente frymëmarrjen e dobët, trupin e vogël që dridhej. Çdo sekondë që kalonte ishte e çmuar. Një infermiere e re, me flokët e mbledhur në një topuz të shtrënguar dhe sy kafe të vëmendshëm, ishte e para që vuri re afrimin e Artanit. Ajo ndaloi në mes të korridorit, sytë e zgurdulluar kur pa atë burr me pamje të thjeshtë që mbante një fëmijë dukshëm të sëmur. Zotëri, çfarë ka ndodhur? Pyeti ajo, instinkti profesional foli më fort se çdo protokoll burokratik. Ajo u afrua shpejt duke vendosur dorën në ballin e Amelës. O Zot, ka ethe shumë të larta. Sa kohë ka kështu? Nuk e di, u përgjigj Artani. E gjeta pa ndjenja në hol, më duhet një mjek tani. Infermierja, emri I së cilës në etiket ishte Fiona, I bëri shenjë Artanit ta ndiqte. Eja, të shkojmë në dhomën e urgjencës. Por para se të mund të bënin më shumë se 3 hapa, një zë tjetër preu korridorin. Prit aty. Çfarë po ndodh këtu? Një burr me bluzë të bardhë, por pa stetoskop, po afrohej me hapa të mëdhenj. Ishte rreth të 40-tave, me flokë të zinj të krejur prapa me gjel, syze me skelet të shtrenjtë dhe një shprehje që përziente autoritetin me irritimin. Ishte Veton Prifti, kryeinfermieri I turnit, I njohur për të qenë jashtëzakonisht I rrept me protokollet dhe për të pasur një marrëdhënie tepër të afërt me drejtorin administrativ. Fiona, ti nuk mund të marrësh thjesht një pacient pa kaluar në përregjistrim dhe triazh, tha Vetoni, duke shikuar kolegen e tij me mosmiratim. Cilat janë të dhënat e këtij fëmije? Ku është autorizimi I prindërve? Cila është sigurimi? Fiona hapi gojen për t'u përgjigjur, por Artani ja preu fjalën. Ky fëmijë po vdes. Nuk ka kohë për burokraci. Vetoni më në fund e shikoi mirë Artanin, duke e vlerësuar nga kokat e këmbët. Pa rrobat e thjeshta, mjekrën e paruar, atletet e vjetra. Dhe nxori përfundimet e tij menjëherë. Zotëri, tha me një ton përbuzës, e kuptoj shqetësimin tuaj, por ky është një spital që funksionon me rregulla. Nuk mund të ofrojmë shërbim pa procedurat e duhura. Ka spitale shtetërore që mund të presin raste si ky pa dokumentacion. Artani ndjeu zemërimin të vlonte brenda tij, por e mbajti zërin të kontrolluar. Fëmia është tashmë këtu. Ka kaluar derën. Dhe po kalon një urgjencë mjekësore të vërtetë. Ju do ta trajtoni. Nuk funksionon kështu, kundërshtoi Vetoni, duke kryqëzuar krahët. Nëse fillojmë të bëjmë përjashtime, do të kthehemi në një urgjencë publike. Më duhet që ju të zbrisni, të rregulloni situatën me financat, të paraqisni dokumente dhe pastaj mund ta vlerësojmë trajtimin. Fiona shikonte nga fëmia pa ndjenja të Vetoni me një shprehje mosbesimi. Veton është një fëmijë. Shikoi gjendjen e saj. Nuk mund ta kthejmë thjesht mbrapsht.
Nuk po e kthej mbrapsht, po kërkoj që të ndiqen protokollet, tha Vetoni, i palëkundur. Zotëri, do të më duhet t'ju kërkoj të dilni nga urgjenca. Nëse nuk dilni me të mirë, do të thëras sigurin. Pikërisht në atë moment, një person i tretë ju afrua grupit. Ishte një grua rreth të 50 e pesave, me flokë gri të shkurtër, syze leximi të varura në një zinxhir në qafë, e veshur me një kostum të thjeshtë por të mirë mbajtur. Etiketa e saj e identifikonte si Brikena Spahiu, punonjëse sociale e spitalit. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti Brikena, me një zë që mbarte dekada përvoje në trajtimin e situatave të vështira. Vetoni u kthye nga ajo. Brikena, ky zotëri ka sjell një fëmijë pa dokumentacion, pa autorizim nga përgjegjësit, pa sigurim. Po i shpjegoj se duhet të rregulloj situatën para çdo trajtimi. Brikena i afrua Artanit dhe shikoi Amelën. Fytyra e saj profesionale u shpërb për një sekond, duke zbuluar një shqetësim të sinqertë. Ajo preku butësisht fytyrën e vajzës. Po digjet nga ethet, konstatoi Brikena. Dhe nga pamja, është e dehidratuar dhe e keq ushqyer. Kjo është një urgjencë pediatrike. Pikërisht, tha Artani, sytë e fiksuar te Vetoni. Një urgjencë që duhet trajtuar tani. Brikena pshertiu thellë. Ajo e dinte shumë mirë se si funksiononin gjërat në atë spital. Njite politikat e pashkruara, urdhrat që vinin nga lart për të filtruar se kush mund të trajtojë apo jo, presionin e vazhdueshëm për të ruajtur imazhin e ekskluzivitetit. Dhe ishte e lodhur duke luftuar kundër asaj vale. Veton, tha ajo, duke matur fjalët, nëse ky fëmijë vdes sepse nuk u trajtua, kjo do të shkaktojë një problem ligjor të madh për spitalin. Mendoj se duhet të paktën ta stabilizojmë. Por para se Vetoni të mund të përgjigjej, një zë i qerë u dëgjua në korridor. Çfarë dreqin po ndodh këtu? Të gjithë u kthyen. Duke zbritur korridorin me hapa të shpejtë dhe shprehje të tërbuar vinte Durgenc Kastrati, drejtori administrativ i spitalit Mbretëresha Geraldin. Ishte 52 vjeç, me flokë plotësisht të bardhë pavarësisht moshës, kostum marke të paqortueshëm, këpucë italiane që shkëlqenin në dritat fluoreshente. Ishte i njohur për drejtimin e spitalit me dorë të hekurt, gjithmonë i fokusuar të shifrat, të rentabiliteti, të ruajtja e standardit të ekselencës që tërhiqte klientët më të pasur të Tiranës. Durgenci ishte thirrur nga Jona, e cila në panik i raportoi situatën në hol. Ai u ngjit menjëherë, jo për të ndihmuar fëmijën, por për të kontrolluar atë që ai e shihte si një problem imazhi. Ai ndaloi para Artanit, duke e shikuar me përbuzje të pafshehur. Ju jeni ai që e solli këtë fëmijë? Pyeti ai, duke treguar Amelën me një gjest që më shumë i ngjante të tregonte një objekt sesa një person. Po, u përgjigj Artani, zëri i rrezikshëm dhe i qetë. Atëherë do të duhet ta merrni dhe të largoheni menjëherë, tha Durgenci. Ky spital ka rregulla të rrepta. Nuk trajtojmë pa dokumentacion, pa garanci pagese, pa procedurat e duhura. Ju po shqetësoni funksionimin e një urgjence mjekësore që trajton pacient të rregull. Artani e shikoi thellë në sy drejtorin. Pacient të rregull, përsëriti ai. Kështu i quani njerëzit që mund të paguajnë? I quajmë pacient që ndjekin protokollet tona, u përgjigj Durgenci, durimi tashmë i mbaruar. Tani, do të jemi qartë, zotëri. Ose largoheni vullnetarisht me këtë fëmijë, ose unë thëras policinë e shtetit dhe ju largoheni me pranga. Zgjedhja është e juaja. Fiona nuk mundi të përmbahej. Por doktor, ajo është shumë sëmur. Shikoni ethet, shikoni gjendjen e saj. Infermiere, ju po të i kaloni kompetencat tuaja, e preu Durgenci. Kthehuni në postin tuaj. Brikena provoi një lëvizje të fundit. Durgenc, si punonjëse sociale, më duhet të regjistroj se nëse ky fëmijë nuk trajtohet dhe ndodh diçka e rëndë, spitali mund të përgjigjet për mosdhënie ndihme. Ne nuk po mohojmë ndihmën, po ndjekim protokollet, kundërshtoi drejtori. Ka spitale shtetërore më pak se 3 kilometra larg që mund të trajtojnë këtë lloj situate. Ky nuk është profili ynë i pacientit. Artani dëgjoi gjithë këtë dhe ndjeu diçka brenda tij të thyej përfundimisht. Ai po shihte në kohë reale spitalin e tij duke e shndërruar një fëmijë në prag të vdekjes në një problem administrativ. Shihte punonjës që ishin betuar të shpëtonin jetë duke vënë letrat mbi një urgjencë të vërtetë. Shihte institucionin që ai e kishte ndërtuar me aq mundim të shfaqej si një përbindësh ftohtësie dhe mizorie. Ai mund të zbulohej në atë moment. Mund të thoshte se kush ishte.
Mund të përdorte autoritetin e tij si pronar për t'i dhënë fund asaj diskutimi absurd. Por një pjesë e tij duhej të shihte se deri ku do të shkonte kjo. Duhej të kuptonte thellësinë e kalbëzimit që kishte pushtuar vendin. Sa kushton? Pyeti Artani pa pritur. Çfarë? Dërgenci rudhi vetullat. Sa kushton ta trajtosh këtë fëmijë? Sa i duhen spitalit për ta trajtuar? Dërgenci bëri një grimas. Nuk është çështje vlere, zotëri. Është çështje protokolli, dokumentacioni, përgjegjësie ligjore. Po pyes sa kushton, këmbënguli Artani. Më jep një shifër. Drejtori pshertiu, sikur po merrej me një fëmijë kokfort. Shikoni, për një urgjencë pediatrike me analiza, shtrim të mundshëm në spital, ilaçe, po flasim për të paktën 50.000 euro. Por kjo nuk është as çështja kryesore. Artani tundi kokën ngadalë. Nxirre celularin tënd dhe hape aplikacionin e bankës. Çfarë? Dërgenci ishte vërtet i hutuar tani. Hape aplikacionin e bankës, përsëriti Artani. Do të duhen të dhënat e llogarisë rrjedhëse kryesore të spitalit për të marrë një transfer. Zotëri, mendoj se nuk po kuptoni. Nuk është vetëm çështje parash. Jo. Artani anoi kokën. Atëherë më shpjego çfarë është. Sepse nga sa kuptova unë, ju jeni të gatshëm të lini një fëmijë të vdes sepse nuk ka dokumente dhe para. Tani unë po ofroj paratë. Atëherë cili është vërtet problemi? Dërgenci hapi gojen, e mbylli, e hapi përsëri. Ai nuk ishte mësuar të konfrontohej në atë mënyrë. Sidomos jo nga dikush që dukej si një qytetar i zakonshëm pa burime. Kjo nuk e zgjidh çështjen e dokumentacionit, të autorizimit të përgjegjësve, të. Filloi ai. Artani e ndërpreu. Nxirre celularin. Hape aplikacionin. Më jep të dhënat e llogarisë. Tani. Kishte diçka në zërin e tij, një komandë absolute, një forcë që e bëri dërgencin, kundër të gjitha instinkteve të tij, të nxirrte celularin nga xhepi. Me gishta që i dridheshin lehtë, hapi aplikacionin e bankës, hyri në të dhënat e regjistrimit të spitalit. Cili është emri i bankës dhe agjencia? Pyeti Artani. Dërgenci i dha të dhënat, ende pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte. Artani, me amelën ende në krah, arriti të nxirrte celularin e tij nga xhepi me njërën dorë. Hapi aplikacionin e bankës së tij, shkroi të dhënat që i kishte dhënë drejtori. 50.000 ishte vlerësimi? Pyeti Artani. Po, por zotëri, nuk keni nevojë ta bëni këtë, kemi kanale të tjera, mund ta dërgojmë në një spital shtetëror që. U përpoq dërgenci. Artani nuk po dëgjonte. Gishtat e tij fluturuan mbi ekranin e celularit. Por ai nuk shkroi 50.000. Shkroi një numër shumë më të madh. 2 milion euro. Dhe shtypi konfirmo. Sistemi e përpunoi transfertën. Brenda pak sekondash, celulari i dërgencit dridhej nga një njoftim. Ai shikoi ekranin dhe u zbe dukshëm. Një transfert prej 2 milion eurosh sapo kishte hyrë në llogarinë e spitalit. Nga belbëzoi drejtori duke shikuar nga celulari te Artani me sy të zgurdulluar. Artani, me amelën me ethe në krah, e shikoi ftohtë dërgencin. Tani ka para të mjaftueshme? Ka dokumentacion të mjaftueshëm? Apo do të shpikni ndonjë justifikim tjetër për të lënë një fëmijë 5 vjeçar të vdes në dyshemen e spitalit tuaj? I gjithë korridori kishte rënë në heshtje absolute. Fiona shikonte me gojë hapur. Brikena mbante frymën. Vetoni dukej sikur ishte kthyer në një statuj. Dhe Genci shikonte atë burr me rroba të thjeshta sikur po shihte një fantazmë. Kush jeni ju? Arriti të pyeste. Artani bëri një hap përpara dhe dërgenci instinktivisht u tërhoq. Jam dikush që sapo pagoj 2 milion euro që ju të bëni punën që duhet ta bënit falas. Jam dikush që po mban një fëmijë që mund të vdes në çdo sekond ndërsa ju diskutoni protokollet. Dhe jam dikush që po jep një urdhër të fundit, shpëtojeni këtë fëmijë. Tani. Zëri i tij kumbonte nëpër korridor me një autoritet që nuk linte vend për diskutim. Dërgenci ishte në shok, por kishte mbijetuar vite në administratën spitalore duke qenë pragmatik mbi të gjitha. Dhe një burr që sapo kishte transferuar 2 milion euro sikur të mos ishte asgjë, qartësisht nuk ishte një qytetar i zakonshëm.
Ishte dikush i fuqishëm. Shumë i fuqishëm. Dhe potencialisht shumë i rrezikshëm për t'u kundërshtuar. Ai u kthye nga Fiona. Çoje fëmijën në dhomën e urgjencës. Thirrë Petritin menjëherë. Fiona nuk pati nevojë ta dëgjonte dy herë. I bëri shenja Artanit. E jani me mua, zotëri. Do të kujdesemi për të. Artani ndoqi infermieren duke kaluar pranë urgjencit pa e shikuar. Brikena shkoi pas tyre, instinktivisht duke dashur të ndihmonte. Vetoni mbeti prapa, ende duke përpunuar atë që sapo kishte dëshmuar. Brenda dhomës së urgjencës, Artani më në fund e vendosi Amelën mbi një barel me çarçaf të bardhë dhe të pastër. Vajza ishte e zbeth si dylli, me buzë të mavijosura, frymëmarrje sipërfaqësore. Fiona filloi të punonte menjëherë duke kontrolluar shenjat vitale, duke vendosur një termometër. Brikena solli batanie dhe filloi të shënonte informacione. Ethe 39 gradë e gjysmë, njoftoi Fiona. Tensioni i ulët. Rrahjet e zemrës të shpejta. Ajo është në gjendje kritike. Dera e dhomës u hap dhe hyri një burr rreth të 60-tave me flokë plotësisht të bardhë, syze me skele të hollë, bluzë të paqortueshme me një stetoskop të varur në qafë. Dyrë. Petrit Kora ishte kirurgu pediatër më me përvojë i spitalit, me 40 vjet profesion. Kishte parë gjithçka, kishte shpëtuar qindra jetë, por ende ruante atë shkëlqim në sy të dikujt që sinqerisht kujdesej për çdo pacient. Ai ju afrua barelës dhe filloi ta ekzaminonte Amelën me duar me përvojë dhe delikate. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do të kishit bërë transfertën prej 2 milionësh apo do të kishit vepruar ndryshe? Na tregoni në komente. Petriti preku butësisht barkun e Amelës dhe vajza, edhe pse pa ndjenja, rënkoi nga dhimbja. Ai rudhi vetullat, vazhdoi ekzaminimin, shtypi zona të ndryshme të barkut. Fytyra e tij po bëhej gjithnjë e më serioze. Sa kohë ka kështu, pyeti ai, pa i hequr syt nga pacientja. Nuk e dim, u përgjigj Fiona. Ajo erdhi pa ndjenja. Petriti mori stetoskopin dhe dëgjoi rrahjet e zemrës, frymëmarrjen. Shikoi lëkurën e tharë, shenjat e kequshqyrjes kronike. Kërkoi një elektrik dore dhe ekzaminoi bebzat e syve. Na duhen analiza gjaku urgjente, hemogram e plot, funksioni i veshkave, elektrolite, tha shpejt. Dhe dua një ultratingull abdominal tani. Jo pas 10 minutash, tani. Fiona doli me vrap për t'i siguruar. Petriti vazhdoi ekzaminimin, tani duke u fokusuar në pikën e saktë ku Amela tregonte më shumë dhimbje. Është apendicit, pyeti Artani, zëri i ngjirur nga shqetësimi. Petriti e shikoi për herë të parë. Pa një burr të moshës së mesme me rroba të thjeshta, fytyrë të shenjuar nga ankthi, duke mbajtur krahun e një fëmie që qartësisht nuk ishte vajza e tij biologjike. Shumë ka gjasa, u përgjigj mjeku. Dhe nga tabloja klinike, një apendicit që tashmë është në fazë të avancuar, ndoshta i perforuar. Ju jeni babai? Jo, tha Artani. E gjeta në spital. Po e përzinin. Petriti ngriti vetullat, por nuk komentoi. U kthye me vëmendje te Amela. Një teknike ekografie erdhi me vrap me pajisjen portative. Petriti aplikoi gjelin e ftohtë në barkun e fryrë të Amelës dhe kaloi transduktorin, duke vëzhguar me vëmendje imazhet që shfaqeshin në ekran. Fytyra e tij u mbyll edhe më shumë. Apendicit i perforuar i konfirmuar, tha rënd. Ka lëng të lirë në kavitetin abdominal, shenja të qarta të peritonitit. Ky fëmijë ka nevojë për operacion urgjent menjëherë. Çdo minutë që kalon rrit rrezikun e sepsës. Artani ndjeu tokën të ikte nga këmbët. Peritonit. Seps. Ai i njihte këto fjalë. E dinte se do të thoshin rrezik i menjëhershëm për jetën. E dinte se çdo sekondë e humbur mund të ishte ndryshimi midis jetës dhe vdekjes. Atëherë operoje, tha ai, zëri i doli si një komandë urgjente. Tani. Petriti tundi kokën. Fiona, përgatit sallën e operacionit, prioritet maksimal. Dua ekipin më të mirë në dispozicion, anesteziolog pediatër, instrumentiste me përvojë. Dhe më duhet urgjentisht grupi i gjakut i këtij fëmije. Infermierja doli me vrap, tashmë duke folur në radiokomunikator. Dhoma e urgjencës u kthye në një fole milingonash.
Teknik infermierie erdhën për të marrë gjak nga Amela për analizat. Një infermier tjetër filloi të instalonte një akses venos për hidratim dhe ilaçe. Brikena, punonjësja sociale, qëndroi aty pranë, duke marrë shënime, duke vëzhguar gjithçka. Petriti u kthye nga Artani. Zotëri, më duhet një autorizim kirurgjikal i nënshkruar. A keni kujdestarin ligjore të këtij fëmije? Artani hezitoi për herë të parë. Jo. As nuk ja di emrin. Atëherë teknikisht nuk mund të operoj pa autorizim nga përgjegjësit ligjor, tha Petriti, por kishte një luftë të dukshme në fytyrën e tij. Ai shikoi Amelën, atë trup të vogël të brish që po vdiste. Si mjek, e di se ajo ka nevojë për këtë operacion tani. Si profesionist brenda një sistemi, duart e mia janë të lidhura pa dokumentacion. Artani ndjeu zemërimin të ngrihej përsëri, por ndryshe nga herët e tjera, nuk ishte drejtuar te mjeku. Ishte drejtuar te i gjithë sistemi, te makina burokratike që vendoste letrat mbi jetët. Unë marr përsipër të gjithë përgjegjësinë, tha Artani. Nënshkruaj çfarëdo që të jetë e nevojshme. Por ky fëmijë nuk do të vdes duke pritur për burokraci. Petriti e shikoi thellë në sy dhe pa diçka që e njohu, një njeri të dëshpëruar për të shpëtuar një fëmijë me çdo kusht. Ai e kishte parë këtë vështrim më parë, në fytyrat e prindërve në prag të dëshpërimit. Në rregull, tha mjeku, duke marrë një vendim që mund t'i kushtonte karrierën. Do të operoj. Përgjegjësia është e imja dhe e juaja. Brikena, siguro dokumentet e urgjencës. Në atë moment, dërgenci hyri në dhomën e urgjencës. Fytyra e tij ishte ende e zbet nga shoku i transfertës milionere, por ai kishte rifituar një pjesë të qetësisë së tij. Petrit, duhet të flasim për aspektet ligjore, filloi ai. Jo tani, e preu kirurgu, pa i hequr syt nga Amela. Kam një operacion urgjent për të bërë. Por çështja e autorizimit, këmbënguli dërgenci. Petriti më në fund e shikoi dhe kishte një ftohtësi në syt e tij që drejtori nuk e kishte parë kurrë më parë. Genc, ne të dy e dim se ky fëmijë pothuajse vdiq në derën e spitalit ton. Ajo u poshtërua, u përzua dhe ju mohua trajtimin ndërsa lutej për ndihmë. Tani ajo ka një apendicit të perforuar që mund ta vrasë. Kështu që do të jem shumë i qartë, do të hyj në atë sallë operacioni dhe do t'ja shpëtoj jetën. Nëse do të më padisësh më pas, paditëm. Nëse do të më pushosh nga puna, pushojmë. Por nuk do të më ndalosh të bëj atë që u betova të bëj kur u diplomova në mjekësi. Heshtja që pasoi ishte e dendur. Fiona u kthye me vrap. Salla e operacionit gati, doktor. Ekipi i mbledhur. Mund ta çojmë tani. Petriti bëri një gjest dhe dy teknik filluan të shtynin barelën e Amelës. Artani i ndoqi instinktivisht, por Petriti i vuri dorën në shpatull. Ju nuk mund të hyni në sallën e operacionit, tha ai, por me një ton të butë. Por ju premtoj se do të bëj gjithçka që është në fuqinë time për ta shpëtuar këtë vajzë. Keni fjalën time. Artani tundi kokën, i path të fliste. Ai pa barelën duke u shtyrë nëpër korridor, pa trupin e vogël dhe të pambrojtur të Amelës të zhdukej pas dyrëve të dy fishta të sallës së operacionit. Dhe pa pritur ishte vetëm në korridor me një boshllëk të madh në gjoks. Brikena iu afrua. Zotëri, e jani me mua. Të shkojmë në dhomën e pritjes. Dhe më duhen disa informacione për fëmijën. Artani e ndoqi si në autopilot. Dhoma e pritjes ishte e vogël por e rehatshme, me koltuqe të mbushura, një televizor në qoshe, revista të grumbulluara në një tavolinë të vogël. Kishte një aparat kafeje dhe një shpërndarës uji. Brikena i tregoi një koltuk dhe Artani u ul, pa pritur duke ndjer peshën e lodhjes. Punonjësja sociale tërhoqi një karrige dhe u ul përballë tij me një dosje në prerë. Së pari, më duhet të di emrin tuaj, tha ajo, me një zë profesional, por jo pa mirësi. Artan Berisha, u përgjigj ai, duke u identifikuar për herë të parë. Brikena e shënoi. Dhe fëmia? A ja dini emrin? Jo. Nuk di asgjë për të. E pash duke u kishtrajtuar në hol, i ra të fikët dhe e solla. Brikena studioi fytyrën e tij. Ju bëtë një transfert prej 2 milion eurosh për të trajtuar një fëmijë që as nuk e njihni. Kjo është shumë e pazakontë. Artani kaloi dorën nëpër fytyrën e lodhur. Unë kisha një vajzë. Besën.
Ajo vdiq në moshën 4 vjeçare. Meningit. Kur pash atë vajzë duke u trajtuar në atë mënyrë, duke u përzënë ndërsa kërkonte ndihmë, nuk munda të qëndroja duar kryq. Brikena tundi kokën ngadalë duke kuptuar. Më vjen keq për humbjen tuaj. Dhe admiroj atë që bëtë. Shumë do të kishin kaluar pa u ndalur. Artani qeshi hidhur. Unë jam pronari I këtij spitali, Brikena. Ose të paktën duhet të isha. Por duket se kam humbur kontrollin e asaj që është bërë. Brikena puliti syt duke përpunuar informacionin. Ju jeni pronari? Artan Berisha. Prit, Artan Berisha? I grupit Berisha Shëndet? Po, konfirmoi ai, tepër I lodhur për të mbajtur fasadën. Brikena qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj pshertiu thellë. Zoti Berisha, më duhet të jem e sinqert me ju. Ajo që ndodhi sot me këtë fëmijë nuk ishte një incident I izoluar. Artani ngriti syt nga ajo. Vazhdo. Brikena shikoi drejt derës, sikur po kontrollonte nëse dikush mund t'i dëgjonte, dhe pastaj uli zërin. Unë punoj këtu prej 12 vitesh. Fillova kur spitali ende kishte një kulturë tjetër, kur vërtet kujdesej për të trajtuar mirë të gjithë njerëzit. Por në 5 vitet e fundit, veçanërisht pasi dirigjenci mori drejtimin administrativ, gjërat ndryshuan. Ai implementoi një filozofi të prioritizimit të rentabilitetit mbi gjithçka. Krijoi metrika të faturimit për pacient, vendosi profile të klientëve ideal dhe filloi të ushtronte presion mbi stafin për të filtruar se kush trajtohej. Të filtruar si, pyeti Artani, duke ndjer zemërimin të kthehej. Në mënyra të ndryshme, shpjegoi Brikena. Vonesa të qëllimshme në trajtimin e njerëzve që dukeshin se nuk kishin mundësi të paguanin. Kërkesa të tepruara për dokumentacion. Sugjerime për të kërkuar spitale shtetërore. Recepcionistja që poshtëroi fëmijën sot, ajo është e re, por është trajnuar të veprojë kështu. Për të mbrojtur standardin e spitalit. Artani shtrëngoi grushtet. Dhe askush nuk e raportoi kur këtë. Brikena buzëqeshi trishtueshëm. Unë u përpoqa. Disa herë. Shkrova raporte, kërkova takime, sinjalizova raste problematike. Por gjithmonë vinte e njëjta përgjigje se duhej të fokusohesha te protokollet, se spitali kishte një profil specifik trajtimi, se vendimet administrative nuk ishin në kompetencën time. 2 punonjës social që punonin me mua u pushuan nga puna pasi këmbëngulën shumë. Mësova të zgjidhja betejat e mia. Sa fëmijë, pyeti Artani, zëri I ngjirur, sa fëmijë janë dërguar larg? Brikena shikoi duart e saj. Nuk e di numrin e saktë. Por e di që ka ndodhur më shumë se një herë. Jo gjithmonë fëmijë, ndonjëherë të moshuar, punëtor, njerëz në situatë rruge. Kushto që nuk përshtatej me profilin dekurajoi të kërkonte trajtim këtu. Artani u ngrit dhe filloi të ecte para mbrapa në dhomën e vogël. Mendja I vlonte. Ai e kishte ndërtuar atë spital me idenë e ofrimit të ekselencës në shëndetësi. Po, ishte një spital privat, I shtrenjtë, I fokusuar te ata që mund të paguanin për trajtim premium. Por kur nuk kishte qenë qëllimi I tij të krijonte një vend që refuzonte urgjencat e vërteta. Që trajtonte qenjet njerëzore si probleme për t'u hequr qafe. Më duhen emra, tha Artani. Më duhet të di saktësisht se kush I implementoi këto politika, kush I trajnoi punonjësit të vepronin kështu, kush I mori këto vendime. Brikena hezitoi. Zoti Berisha, e kuptoj zemërimin tuaj, por duhet të kuptoni se shumë punonjës thjesht po ndiqnin urdhrat. Kishin frikë se do të humbnin punën. U duhet rroga për të mbajtur familjet e tyre. Nuk jam I interesuar të ndëshkoj ata që thjesht po përpiqeshin të mbijetonin, sqaroi Artani. Jam I interesuar për ata që krijuan këtë sistem të kalbur. Dhe do të filloj nga Maja. Në atë moment, dera e dhomës së pritjes u hap dhe zoti Pjetër, roja më I vjetër, hyri me hezitim. Ai pa Artanin dhe ndaloi, qartësisht I sikletosur. Zotëri, filloi ai, me zë të dridhur, doja të kërkoja falje. Për atë që bëra. Për mënyrën se si e trajtova vajzën. Unë kam besa të moshës së saj dhe duhet të kisha vepruar ndryshe. Artani shikoi burrin dhe pa pendim të sinqert në fytyrën e tij. Po ndiqnit urdhra? Po, konfirmoi Pietri. Por kjo nuk ma heq fajin. E dija se ishte gabim. E ndjeja.
por kisha frikë se do të humbja punën, se nuk do të arrija të paguaja faturat. Dhe tani mendoj, po sikur të ishte mbesa ime? Po sikur të ishte një nga fëmijët e mi duke u trajtuar në atë mënyrë? Artani ju afrua rojes. Sa herë keni marrë urdhra për të përzënë njerëz që kërkonin trajtim? Pietri uli syt. Shumë herë. Ka qenë pothuajse rutinë në vitet e fundit. Ne marrim udhëzime nga shefi i sigurisë, i cili i merr nga administrata, për të mbajtur jashtë çdo që mund të dëmtojë imazhin e spitalit. Dhe nëse refuzonit, kam parë kolegë duke u pushuar nga puna për mosbindje, tha Pietri. Një djalë 2 vjet më parë refuzoi të largonte një zoni të moshuar që kishte ardhur për të kërkuar trajtim. U pushua në të njëjtën javë. Pas kësaj, ne mësuam të mos bënim pyetje. Artani tundi kokën ngadalë. Zoti Pjetër, ju nuk do të pushoheni nga puna. Por do të më duhet të më tregoni gjithçka që dini. Të gjitha rastet që keni dëshmuar. Të gjitha urdhrat që keni marrë. Mund ta bëni këtë? Pietri ngriti syt, i habitur. Mundem, zotëri. Po, mundem. Dera u hap përsëri dhe Fiona hyri. Ajo shikoi Artanin me një shprehje të butë. Operacioni filloi, njoftoi ajo. Petriti kërkoi t'ju njoftoja. Duhet të zgjas 2 deri në 3 orë, në varësi të përhapjes së infeksionit. Si është ajo? Pyeti Artani. Stabil për momentin, u përgjigj Fiona. Anestezia ishte e suksesshme. Tani duhet të presim. Artani e falenderoi dhe Fiona doli. Ai ul përsëri, pa pritur duke ndjer peshën e gjithçkaje që kishte ndodhur. Shikoi orën në mur, kishin kaluar vetëm 3 orë që kur Amela kishte kaluar dyert e spitalit. 3 orë që dukeshin si një përjetësi. Brikena ishte ende aty duke e vëzhguar. Zoti Berisha, mund t'ju pyes diçka? Po. Çfarë keni ndërmend të bëni? Me spitalin, dua të them. Pas gjithë kësaj. Artani mori frym thellë. Do ta rindërtoj nga e para. Do të pushoj nga puna këdo që duhet pushuar. Do të ndryshoj çdo politikë që prioritizon parat mbi jetët. Dhe do të sigurohem që asnjë fëmijë, asnjë person të mos trajtohet kur më në mënyrën se si u trajtua ajo vajzë sot. Dhe urgenci? Është jashtë, tha Artani, pa hezitim. Duke filluar nga tani. Brikena tundi kokën. Do t'ju duhet ndihmë. Për të kuptuar se çfarë po ndodh vërtet këtu, për të identifikuar se çfarë duhet ndryshuar. Unë mund t'ju ndihmoj me këtë. Dhe njoh punonjës të tjerë që gjithashtu duan të shohin ndryshime. Mjek, infermier, njerëz të mirë që janë të lodhur duke punuar në një sistem që shkon kundër gjithçkaje që besojnë. Artani e shikoi me mirënjohje. E pranoj ndihmën tuaj. Dhe do të kem nevojë për të. Orët në vijim kaluan në një lloj mpirjeje. Artani qëndroi në dhomën e pritjes, i paf të largohej, i paf të bënte ndonjë gjë tjetër përveç se të priste. Brikena qëndroi me të për një kohë, pastaj ju desh të kthehej në punë, por premtoi se do të kthehej. Zoti Pjetër kaloi disa herë, duke i sjell ujë, kafe, duke i ofruar shoqëri të heshtur. Artani e përdori atë kohë për të menduar. Për të menduar për Besën, për mënyrën se si humbja e saj kishte formsuar çdo vendim që kishte marrë në 17 vitet e fundit. Për të menduar se si ishte larguar nga përditshmëria e spitaleve, duke u besuar drejtorëve dhe administratorëve për të drejtuar biznesin, ndërsa ai fokusohej në zgjerim dhe investime. Për të menduar se si, duke bërë këtë, kishte lejuar që zemra e spitaleve të tij të shkulej dhe të zëvendësohej me tabela dhe shifra. Dhe për të menduar për Amelën. Atë vajzë të vogël, vetëm, të sëmur, që pati guximin të hynte në një vend të frikshëm duke kërkuar ndihmë. Dhe u trajtua si ple. Pothuajse vdiq. Ende mund të vdiste. Artani e gjeti veten duke bërë një premtim të heshtur. Nëse ajo do të mbijetonte, ai do të bënte më shumë se sa thjesht të ndryshonte spitalin. Do të bënte më shumë se sa thjesht të paguante për trajtimin e saj. Ai do të kujdesej për të. Personalisht. Do të siguronte që ajo kur më të mos ishte vetëm, kur më të mos vuante nga uria, kur më të mos trajtohej sikur nuk kishte rëndësi. Ishte një premtim i madh. Ai e dinte këtë. As nuk e dinte nëse vajza kishte familje, nëse dikush po e kërkonte, nëse ai do të kishte ndonjë të drejtë të ndërhynte në jetën e saj.
por në atë moment, ullur në atë dhomë pritjeje, me zhurmën e mbytur të spitalit përreth, Artani e dinte se ishte një premtim që duhej ta bënte. 2 orë e 40 minuta pasi kishte filluar operacioni, dera u hap dhe Dorëpetriti hyri. Ai ishte ende me kapelen dhe maskën kirurgjikale të varur në qafë, fytyra e lodhur por me një shprehje që Artani nuk mund ta deshifronte plotësisht. Artani u ngrit me një kërcim. Si është ajo? Dorëpetriti mori frym thellë. Ishte një operacion i vështirë. Shumë i vështirë. Apendiciti ishte perforuar plotësisht, kishte një infeksion të përhapur në kavitetin abdominal. Na u desh të bënim një larje të gjerë, të hiqnim indin e nekrotizuar, të pastronim të gjithë zonën. Ajo humbi mjaft gjak, na u desh transfusion. Por a është gjallë? Pyeti Artani, zemra i rrite fort. Dorëpetriti tundi kokën. Është gjallë. Arritëm ta kontrollojmë infeksionin, të heqim apendicitin, ta stabilizojmë. Ajo është në reanimacion tani, ende nën efektin e anestezisë. Por zoti Berisha, më duhet të jemi sinqertë. 24 orët e ardhshme janë kritike. Ka rrezik për seps, për komplikacione pas operacionit. Ajo është shumë e dobësuar, e kequshqyer, trupi i saj po lufton në disa fronte njëkohësisht. Por ka një shans, tha Artani. Ka një shans për të mbijetuar. Ka, konfirmoi Dorëpetriti. Dhe ne bëm gjithçka që ishte e mundur të bëhej. Tani varet nga ajo, nga forca e saj. Dhe ajo është një luftëtare, këtë mund t'jua garantoj. Pak të rritur do të duronin atë që duroi ajo. Artani ndjeu lotët t'i mbushnin sytë për herë të parë pas vitesh. Mund ta shoh? Ajo do të shkojë në terapinë intensive pediatrike, shpjegoi mjeku. Mund ta vizitoni atje, por vetëm për disa minuta. Ajo ka nevojë për qetësi absolute. E kuptoj. Faleminderit, doktor. Faleminderit që e shpëtuat. Dorëpetriti i vuri dorën në shpatull Artanit. Unë bëra punën time. Ajo që bëtë ju, duke e sjell këtu, duke luftuar për të, kjo ja shpëtoi jetën asaj. Sikur të ishte dërguar në një spital shtetëror në atë gjendje, me gjithë respektin për institucionet publike që bëjnë një punë heroike me burime të kufizuara, ajo ndoshta nuk do të kishte arritur në kohë. Ju e shpëtuat atë vajzë, zoti Berisha. Artani nuk mundi të përgjigjej. Vetëm tundi kokën. 15 minuta më vonë, Artani ishte para një dere xhami me mbishkrimin Therapy Intensive Pediatric. Një infermiere e shoqëroi deri te shtrati ku ishte Amela. Dhoma ishte e vogël por e pajisur me teknologji të fundit, monitor që pulsonin me informacione vitale, pompa infuzioni që pikonin ilaçe, një ventilator mekanik që ndihmonte frymëmarrjen e vajzës. Dhe aty, në atë shtrat që dukej shumë i madh për trupin e saj të vogël, ishte Amela. Fytyra e saj ishte ende e zbet, por kishte një skuqje të lehtë në faqe që nuk ishte aty më parë. Një tub i dilte nga goja, duke e ndihmuar të merrte frymë. Fije dhe sonda e lidhnin trupin e saj me aparatet. Duart e saj të vogla ishin vendosur mbi çarçafin e bardhë, aq të vogla, aq të brishta. Artani u afrua ngadalë, sikur çdo lëvizje e vrullshme mund ta thyente. Tërhoqi një karrige dhe u ul pranë shtratit. Pa menduar shumë, mori njërin nga duart e vogla të Amelës mes të tijave. Lëkura e vajzës ishte e ngrohtë, më në fund paethet që e konsumonin. Ti je e fortë, i përshpëriti ai. Më e fortë se shumë njerëz që kam njohur. Do ta kalosh këtë. Duhet ta kalosh. Qëndroi aty për 20 minuta, vetëm duke i mbajtur dorën, duke vëzhguar ngritjen dhe uljen e gjoksit të saj, biplin e vazhdueshëm të monitorëve kardiak. Dhe për herë të parë që kur Besa kishte vdekur, Artani ja lejoi vetes të ndjente atë lidhje, atë dashuri mbrojtëse që lind kur shikon një fëmijë dhe e di se do të bëjë gjithçka për ta mbajtur të sigurt. Kur doli nga terapia intensive, gjeti Brikenën duke pritur në korridor. Ajo nuk ishte vetëm. Pranë saj ishte një grua më e re, ndoshta rreth të 30-tave, e veshur me bluzë me etiketën që e identifikonte si Anila Costa, mjeke pediatre. Zoti Berisha, tha Brikena, kjo është Anila. Ajo punon këtu prej 6 vitesh dhe ka disa informacione të rëndësishme për vajzën. Artani shikoi mjeken. E njihni? Jo personalisht, u përgjigj Anila, por pasi dëgjova për rastin, shkova të verifikoja nëse kishte ndonjë regjistrim për të. Dhe zbulova diçka.
3 muaj më parë, një vajzë me përshkrim shumë të ngjashëm u soll në urgjencën tonë nga një punonjëse sociale e një jetimoreje bashkiake. Ajo kishte një infeksion respirator. U trajtua shpejt, ju dhan ilaçe dhe u lirua. Emri në regjistër ishte Amelo Santos, 5 vjeç, jetime, banore e jetimores shpresa në zonën jugore. Artani e përpunoi informacionin. Jetime. Fjala i rëndoi në gjoks. A e dini se çfarë ka ndodhur me prindërit, pyeti ai. Dura Anila konsultoi shënimet e saj. Sipas regjistrit të jetimores, prindërit vdiqën 4 muaj më parë në një aksident trafiku në Unazën e Madhe. Nuk kishte të afërm të tjerë. Amela u dërgua në sistemin e kujdesit institucional. Dhe si përfundoi në rrugë, pyeti Artani. Brikena ndërhyri. Telefonova jetimoren. Sipas koordinatores, Amela u arratis 3 javë më parë. Thanë se po haste vështirësi në përshtatje, kriza të qari, makthe. Një natë, thjesht kërceu murin dhe u zhduk. Bën denoncim në polici, por me kaq shumë fëmijë në situatë rrugë në Tiranë, kërkimet ishin të kufizuara. 3 javë në rrugë, murmuriti Artani. Një fëmijë 5 vjeçar. Vetëm. Dura Anila vazhdoi. Nga gjendja e kequshyrjes dhe dehidratimit që paraqiste, ka gjasa që nuk po arrinte të ushqejë siç duhet. Apendiciti mund të ketë filluar disa ditë më parë, por pa askënd që të kujdesej për të, u përkeqësua deri në pikën që pa mësot. Artani ndjeu zemërimin dhe trishtimin të përziheshin brenda tij. Ai fëmijë kishte humbur gjithçka. Prindërit, shtëpinë, sigurinë. Ishte hedhur në një sistem që nuk arriti ta mbronte siç duhet. U arratis nga dëshpërimi. Jetoi në rrugë, vetëm, e frikësuar, e uritur. Zhvilloi një sëmundje të rëndë. Dhe kur më në fund mblodhi guximin për të kërkuar ndihmë, u poshtërua dhe u përzua. Ishte e papranueshme. Ishte çnjerëzore. Dhe Artani do të bënte diçka për këtë. Ai u kthye nga Brikena. Dua që të fillosh një proces verifikimi për mundësinë e kujdestarisë së përkohshme. Ndërsa Amela shërohet, dua të sigurohem që ajo të ketë një përgjegjës ligjor. Dhe ai përgjegjës jam unë. Brikena puliti syt, e habitur. Zoti Berisha, jeni I sigurt? Është një proces kompleks, ka vlerësime, intervista, vizita në shtëpi. Jam absolutisht I sigurt, pohoi Artani. Kjo vajzë nuk do të kthehet në një jetimore. Nuk do të kthehet në rrugë. Dhe sigurisht nuk do të mbetet më kurrë vetëm. Brikena tundi kokën ngadalë, një buzëqeshje e vogël, por e sinqert u shfaq në fytyrën e saj. Do ta rregulloj. Dhe zoti Berisha, mund të them se mendoj se është një gjest shumë I bukur nga ana juaj. Ndërsa kjo ndodhte në një pjesë tjetër të spitalit, Durgenci ishte në zyrën e tij, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë saktësisht kishte ndodhur. Ai kishte kërkuar për Artan Berishën dhe kishte konfirmuar informacionin, ishte vërtet pronari I spitalit. Miliarderi I izoluar që rrallë shfaqej, që ja delegonte të gjithë administratën drejtorëve si ai. Dhe tani Durgenci kuptonte se kishte bërë një gabim katastrofik. Jo vetëm që kishte implementuar politika që shkonin kundër parimeve të themeluesit të spitalit, por ishte konfrontuar me vetë pronarin pa e ditur, kishte tentuar të pengonte një trajtim urgjent, kishte prioritizuar protokollet administrative mbi një jetë njerëzore. Telefoni I tij ra. Ishte presidenti I Këshillit Administrativ të grupit Berisha Shëndet. Genc, a mund të më shpjegosh se çfarë dreqim po ndodh atje? Erdhi zëri I ashpër nga ana tjetër e linjës. Sapo mora një telefonat nga Artani. Ai po thërret një mbledhje urgjente të Këshillit për nesër në mëngjes. Dhe kërkoi pranim tënde. Durgenci gëlltiti pështymën. Mund të shpjegoj gjithçka. Kishte një keqkuptim, një situatë që doli jashtë kontrollit, por po zgjidhet. Ai gjithashtu më dërgoi një raport paraprak mbi politikat diskriminuese të trajtimit të zbatuara në mbretëresha Geraldine në vitet e fundit, vazhdoi presidenti. Genc, a është e vërtet kjo? A ke krijuar protokolle për të refuzuar pacient bazuar në pamjen dhe gjendjen financiare? Nuk ishte tamam kështu, u përpoq të mbrojë Durgenci. Ishin rregullime për të ruajtur profilin e ekselencës së spitalit, për të garantuar qëndrueshmërinë financiare. Ti e ktheve një spital në një klub privat, e preu presidenti. Dhe në proces, pothuajse shkaktove vdekjen e një fëmije.
Ti je i pezulluar efektivisht duke filluar nga tani. Mos merr asnjë vendim, mos jep asnjë urdhër. Mbledhja e nesërme do të vendos për të ardhmen tënde në kompani. Telefonata u mbyll. Dërgenci qëndroi ulur në zyrën e tij luksoze, i rrethuar nga diploma dhe çmime të menaxhimit spitalor, dhe për herë të parë pas vitesh pyeti veten se kur saktësisht e kishte humbur rrugën. Kur kishte pushuar së pari pacientët si njerëz dhe kishte filluar t'i shite si numra në një tabel. Të nesërmen në mëngjes, spitali Mbretëresha Geraldine u zgjua ndryshe. Lajmi se pronari i vërtet ishte i pranishëm ishte përhapur si zjarri. Punonisit përshpërisnin në korridore duke spekuluar se çfarë do të ndodhte, se kush do të pushohej nga puna, se çfarë ndryshimesh do të vinin. Në orën 8 të mëngjesit, në sallën e mbledhjeve në katin e fundit, Artani ishte ulur në krye të një tavoline të madhe prej druri mahagoni. Rreth tij, antarët e këshillit administrativ, drejtor të spitaleve të tjera të Rjetit, drejtori juridik dhe ai i burimeve njerëzore. Brikena ishte aty gjithashtu, si konsulente për çështjet sociale. Dërgenci ishte në këndin më të largët të tavolinës, dukshëm i sikletosur. Artani nuk humbi kohë me hyrje. Zotërin, filloi ai, në 5 vitet e fundit, ky spital është larguar plotësisht nga vlerat e tij themelore. Kemi zbatuar politika që prioritizojnë fitimin mbi jetët njerëzore. Kemi krijuar një kulturë përjashtimi dhe diskriminimi. Dhe dje, një fëmijë 5 vjeçar pothuajse vdiq sepse u konsiderua e padenjë për të marrë trajtim. Ai bëri një pauzë, duke i lënë fjalët të rëndonin në ajër. Disa prej jush këtu mund të argumentojnë se spitalet private kanë të drejtë të zgjedhin pacientët e tyre, të fokusohen në profile të caktuara, të garantojnë qëndrueshmërinë financiare, vazhdoi ai. Dhe në disa aspekte, kjo është e vërtetë. Por ekziston një vijë që kur nuk duhet të kalohet. Dhe kjo vijë është mohimi i trajtimit urgjent për dikë që po vdes. Dërgenci u përpoq të ndërhynte. Zoti Berisha, nëse më lejoni, politikat u zbatuan me qëllimet më të mira për të garantuar që spitali të mund të vazhdonte të ofronte ekselencë. Artani e preu me një vështrim. Ekselencë për gens? Për ata që mund të paguajnë? Dhe pjesa tjetër e njerëzimit, çfarë bëjmë me ta? I lëm të vdesin në derë? Ka spitale shtetërore, u përpoq të argumentonte Dërgenci, por zëri i tij ishte i dobët. Dhe kur dikush vjen këtu i pari, kur vjen në gjendje kritike, pa kohë për t'u transportuar, thjesht i shtym drejt vdekjes sepse nuk kanë kartën e kreditit të duhur, Artani goditi dorën në tavolinë. Kjo është e papranueshme. Është çnjerëzore. Dhe nuk do të vazhdoj të ndodh në asnjë spital që mban emrin tim. Ai hapi një dosje para tij. Brikena më ka dhënë të dhëna nga 3 vitet e fundit. Gjatë kësaj periudhe, të paktën 47 persona kërkuan trajtim urgjent në Mbretëresha Geraldine dhe u dekurajuan ose u penguan të merrnin trajtim. 47. Prej tyre 17 fëmijë, 22 të moshuar dhe 8 të rritur në situatë vulnerabël. Disa nga këto raste rezultuan në kërkimin e trajtimit në spitale të tjera. Të tjerët thjesht u zhdukën nga regjistrat. Nuk e dim nëse mbijetuan. Heshtja në sallë ishte absolute. Kështu që ja çfarë do të ndodh, deklaroi Artani. Së pari, Dërgenc Kastrati është i pushuar nga puna efektivisht duke filluar nga ky moment. Do të marrë kompensimet kontraktuale të duhura, por nuk punon më për grupin Berisha Shëndet. Dërgenci u zbeh, por nuk tha asgjë. Së dyti, vazhdoi Artani, do të krijojmë menjëherë një fond urgjence pediatrike, i financuar me 50 milion euro nga pasuria ime personale. Ky fond do të garantoj trajtim të plot dhe falas për çdo fëmijë që vjen në Mbretëresha Geraldine në situatë urgjence, pavarësisht nga dokumentacioni, sigurimi apo aftësia për të paguar. Disa antar të këshillit shikuan njëri tjetrin, të impresionuar nga shuma. Së treti, i gjithë stafi i recepcionit dhe triazhit do të ritrajnohet. Jo më për të filtruar pacientët, por për t'i pritur me humanizëm. Do të punësojmë psikolog dhe punonjës social për të përbërë ekipin e hyrjes. Përshtypja e parë që dikush ka kur hyn në këtë spital nuk mund të jetë më ftohtësia dhe gjykimi. Së katërti, do të implementojmë një zyrë ankesash të pavarur ku punonjësit mund të raportojnë anonimisht praktika diskriminuese ose jo etike. Dhe këto raportime do të hetohen seriozisht. Artani shikoi rreth tavolinës. A ka dikush kundërshtime?
Një nga drejtorët financiar ngriti dorën me drojë. Zoti Berisha, i mbështes plotësisht këto ndryshime. Por më duhet të pyes për ndikimin financiar. 50 milion është një shumë e konsiderueshme dhe trajtimet falas do të ndikojnë në faturimin. Artani tundi kokën. Pyetje e shkëlqyer. Po, do të ndikojnë në faturimin në afat të shkurtër. Por a e dini se çfarë ndikon më shumë në faturimin? Padilë gjyqësore për mosdhënie ndihme. Titujt e gazetave për spitalet elitare që lënë fëmijët të vdesin në derë. Humbja e licencave dhe akreditimeve. Dhe kryesisht, humbja e humanizmit ton si institucion. Kështu që po, do të sakrifikojmë një marsh fitimi. Por do të fitojmë diçka shumë më të vlefshme, shpirtin ton përsëri. Askush tjetër nuk kundërshtoi. Mbledhja vazhdoi për 2 orë të tjera, duke detajuar zbatimet, duke vendosur afate, duke përcaktuar përgjegjësi. Kur më në fund mbaroi, Artani ishte i raskapitur, por ndjente diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh, shpresë. Ai shkoi drejt në terapinë intensive pediatrike. Amela e kishte kaluar natën stabël. Mjekët ishin me optimizëm të kujdesshëm. Infeksioni dukej se po i përgjigjej antibiotikëve, shenjat vitale po përmirësoheshin. Artani e kaloi pjesën tjetër të ditës atje, vetëm duke vëzhguar, vetëm duke qenë i pranishëm. Brikena u shfaq në fund të pasdites me lajme. Kam filluar procedurat për kujdestarinë e përkohshme, njoftoi ajo. Do të duhen disa javë, por nuk shoh pengesa. Ju nuk keni precedent penal, keni kushte financiare më se të përshtatshme dhe jeni i gatshëm të kaloni në përvlerësimet e nevojshme. Artani e falenderoi. Sa kohë derisa të zgjohet? Mjekët mendojnë se duhet të dalë nga sedacioni në 24 orët e ardhshme, u përgjigj Brikena. Trupi i saj po shërohet mirë. Në mëngjesin e ditës së dytë pas operacionit, Artani ishte përsëri pranë shtratit të Amelës kur pa sytë e saj të vegjël të hapeshin ngadalë. Ishin ende të hutuar, të turbullt nga ilaçet, por ishin të hapur. Përshëndetje, tha ai butësisht. Je e sigurt? Je në një spital. Mjekët u kujdesën për ty, Amela puliti syt ngadalë, duke u përpjekur të fokusohej. Goja e saj lëvizi, por nuk mundi të fliste për shkak të tubit të frymëmarrjes. Artani pa panikun të fillonte të shfaqej në sytë e saj. Qetësohu, tha ai, duke i mbajtur dorën e vogël. Ishe shumë sëmur. Ju desh të bëje një operacion. Por gjithçka është në rregull tani. Po përmirësohesh. Një infermiere hyri, kontrolloi monitorët dhe buzëqeshi. Mirë se u ktheve, vogëlushe. Ti je një luftëtare. U desh edhe një ditë tjetër derisa t'i hiqnin tubin e frymëmarrjes. Dhe atëherë, për herë të parë, Artani dëgjoi zërin e Amelës, të dobët dhe të ngjirur, por zërin e saj. Ku jam? Pyeti ajo, e frikësuar. Në një spital, i shpjegoi Artani me durim. Ishe shumë sëmur, por mjekët të operuan dhe po përmirësohesh. A të kujtohet që erdhe këtu duke kërkuar ndihmë? Amela mendoi për një moment dhe pastaj tundi kokën lehtë. Ajo goca ishte e keqe me mua. Artani ndjeu zemërimin e vjetër të kthehej, por e shtypi. Po, ishte. Por nuk do të jetë më. Dhe nuk ke nevojë të kesh frikë. Je e sigurt këtu? Do të më duhet të largohem? Pyeti Amela, dhe kishte aq shumë frikë në atë pyetje sa ja theu zemrën Artanit. Për ku? Pyeti ai butësisht. Për në jetimore. Ose në rrugë përsëri. Amela shikoi duart e saj. Askush nuk do të rrijë me mua. Artani ndjeu lotët t'i digjinin syt. Ai u përkul më afër. Amela, më shiko mua. Ajo ngriti sytë e saj të errët drejt tij. Ti nuk do të shkosh në jetimore. Nuk do të shkosh në rrugë. Kur të dalësh nga këtu, e shëruar mirë dhe e fortë, do të vish me mua. Në shtëpinë time. Nëse do, sigurisht. Amela e shikoi me një shprehje konfuzioni të përzier me shpresë. Vërtet? Vërtet, konfirmoi Artani. Do të kujdesem për ty, do të sigurohem që të kesh gjithçka që të duhet. Ushqim, një shtrat të ngrohtë, rroba, lodra. Dhe kryesisht do të kesh dikë që kujdeset për ty. Pse? Pyeti ajo, sinqerisht pa e kuptuar. Ti as nuk më njeh. Artani buzëqeshi mes lotësh. Sepse edhe unë kam humbur dikë që e doja shumë.
Dhe mësova se jeta na jep shanse të dyta, nëse jemi të hapur për to ti ke nevojë për dikë që të kujdeset për ty dhe unë kam nevojë për dikë për të cilin të kujdesem. Mendoj se mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Amela mendoi për një moment të gjatë. Ti je i mirë? Do të përpiqem të jem, premtoi Artani. Do të përpiqem shumë. Mirë atëherë, tha Amela dhe një buzëqeshje e vogël por e sinqert u shfaq në fytyrën e saj për herë të parë. 3 javë më vonë, spitali mbretëresha Geraldine dëshmoi një skenë shumë të ndryshme nga ajo që kishte ndodhur atë ditë të tmerrshme. Amela, tani e veshur me një fustan të verdhë të ri, këpucë roz dhe me flokët e pastër dhe të rregulluar në 2 gërsheta, hyri nëpër hol e kapur për dore me Artanin. Holli kishte ndryshuar. Në vend të recepcionistes së ftohtë, ishte një ekip i trajnuar që buzëqeshte sinqerisht. Pranë hyrjes, një pllakë e re diskrete njoftonte: Fondi Besa Berisha për urgjencat pediatrike, trajtim falas i garantuar për të gjithë fëmijët në situatë urgjence. Zoti Pjetër ishte në postin e tij të sigurisë. Kur pa Amelën, sytë ju mbushën me lodh. Ai u afrua, u gjunjëzua për të qenë në lartësinë e saj. Vogëlushe, filloi ai me zë të dridhur të kërkoj falje. Nga zemra. Për atë që bëra. Amela e shikoi, pastaj shikoi Artanin, i cili tundi kokën inkurajueshëm. Ajo e shikoi përsëri Pjetrin. Nuk ka gjë. Ti kishe frikë se do të humbisje punën. E kuptoj. Pjetri lëshoi një dënesë. Ti je një vajzë shumë e veçantë. Shumë trime. Brikena u shfaq, duke sjell një dosje. Zoti Berisha, letrat e kujdestarisë së përkohshme u miratuan. Amela është zyrtarisht nën kujdesin tuaj për 6 muajt e ardhshëm, periudhë gjatë së cilës do të bëjmë ndjekje për të formalizuar përfundimisht një birësim definitiv. Artani mori letrat, por ajo që kishte rëndësi ishte pikërisht aty, e kapur për dore me të, duke shikuar përreth me kuriozitet. Gati për të njohur shtëpinë tënde të re, e pyeti ai Amelën. A ka një qen atje? Pyeti ajo me shpresë. Artani qeshi. Ende jo. Por mund ta rregullojmë. Amela ja shtrëngoi dorën fort. Atëherë jam gati. Ata dolën nga spitali së bashku, një fëmijë që ishte hedhur poshtë dhe një miliarder që kishte harruar se çfarë kishte vërtet rëndësi. Secili duke shpëtuar tjetrin në mënyra që do të duheshin vite për t'i kuptuar plotësisht. Sepse ndonjëherë pasuria e vërtet nuk qëndron në llogari bankare apo perandori biznesi. Qëndron në guximin për të përdorur fuqinë që ke për të mbrojtur ata që nuk kanë askën. Qëndron në njohjen se një sistem i kalbur duhet ndryshuar, jo përjetësuar. Qëndron në kuptimin se çdo jetë, pavarësisht se sa para ka në xhep apo çfarë rrobash vesh, vlen po aq. Absolutisht gjithçka. Dhe qëndron në pranimin se shanset e dyta ekzistojnë për të gjithë ne, nëse jemi të gatshëm të zgjasim dorën dhe t'i kapim. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Amelës dhe Artanit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me udhëtimin e kësaj vajze trime që pothuajse humbi gjithçka por gjeti një familje, ose me transformimin e një spitali që rifitoi humanizmin e tij, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë rrëfim. Çdo ditë ne sjellim histori intensive si kjo që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që flasin për dëmshuri, shanse të dyta dhe fuqinë për të bërë atë që është e drejtë edhe kur duket e pamundur. Ju presim në episodin e ardhshëm.